Në sport, njerëzit që janë pjesë e një klubi për një periudhë të gjatë gjenden klubit në situata të ndryshme. Një i tillë është edhe personaliteti i sonte këtu në Sportfolio në Radio Dukagjini. Bëhet fjalë për Ndrit Elshanin, i cili e mori skuadrën e Golden Eagle Yllit për ta udhëhequr në një seri të jashtëzakonshme prej 4 ndeshjeve dhe në 4 fitore. Dhe njëra prej tyre ishte jashtëzakonisht dramatike ajo kundër Goplios Pes me rezultat të ngushtë 89-90. Si ishte përvoja dhe si erdhi puna që ta marrë drejtimin e Golden Eagle Yllit me neve sonte Ndrit Elshani. Faleminderit shumë Ndrit që je sonte me neve. Përshëndetje, faleminderit juve, kënaqësi me qenë pjesë e misionit juaj. Përshëndetje për gjithë shikuesit. Je rrit le të themi në farforme me Golden Eagle Yllin, dashnia për klubin dhe e more drejtimin e skuadrës për këto 4 ndeshje. Edhe vitin e kaluar për një periudhë gati 4 mujore kam udhëheq ekipën e parë seniore. Edhe si vjen deshti fati që më udhëheq për këto 4 ndeshje. 4 ndeshje, 4 fitore, një bilanc shumë interesant për një trajner vendor në mesin e të huajve në Superligë. Këto më me thonë lërë që këto fitore kanë ardhur kryesisht falë edhe kvaliteti lojtarëve që klubi ka formuluar këtë ekip, domethënë deri tash, edhe janë me të vërtetë, domethënë janë lojtarë shumë mirë që kanë njëherë zakonisht kur ka shumë lojtar kvalitativ është zor edhe me i menaxhu, sidomos kur kanë në moshën që ka mundë se majrise 80% e lojtarëve që i kemi, mirë po fal karakterit tynve të mirë dhe etikës punës që e kanë, kemi arritë edhe me pas sukses të ndeshje. Po njëkohësisht duhet me tu atribu sigurisht edhe ty suksesi për faktin që pavarësisht që përmendet që ka diferencë në moshë, ke arrit me gjetë modulin, ke arrit me gjetë formën për me i bashku edhe me dhonë më të mirën. Po, besoj që përvoja e vitit kaluar më ka ndihmuar goxha dhe aty prej trajnerëve ndryshëm që kanë qenë këto formën e menaxhimit të lojtarëve, edhe kryesisht nuk e kam ditë sigurt që kam qenë për sa kohë, afat shkurt në ndeshje 2-4 që ndodhi, po jam mundu me mojt atë pozitivitetin brenda ekipës edhe arritëm të këto fitore. A është e vështirë Ndrit pozita e trajnerit me udhëheq skuadrën në Superligën e Kosovës, të përfshi presionin, rezultati, plus Golden Eagle Ylli në 50 vjetorin e themelimit të klubit? Është më me thonë që është e vështirë, domethënë e the edhe vetë është një lloj presioni, sidomos kur targeti për klubin është arritja e domethënë titullit kampion në fund sezonës. Mirë po prapë thëmë, karakteri i lojtarëve ka qenë shumë ndihmes në arritjen, ka qenë ndihmes në domethënë ma ka lehtësuar shumë punën për ka stërvitit, për ka menaxhimi i ndeshjeve, për ndryshe unë jam edhe i Sparegës, normal s'po them që trajnerët tjerë nuk e japin më të mirë, po paktën e di për vete që jap më të mirën gjithmonë për me arrit këto suksese në Suareg, në klubin ku jem rrit. Absolutisht, ndryshe ndjente ku e linde e rrit dhe ngjyrat e klubit, normalisht, absolutisht shumë e vërtet. Po, një nga nënshkrimet e skuadrës, një nga përforcimet e skuadrës është edhe Armstedi. Sa ju Bamford, sa ju ka ndihmu, cilësitë e tij u vrejtën me njëherë. Plus kësaj është basketbollist vendor. Po, Bamforti është dikush që e kemi kontaktu para 3 apo 4 vitesh. Ka qenë në atë kohën kur Erion Kastrati dhe Mikael Letmusi kanë lëviz prej Yllit në Trepç, edhe mirë po atëherë kërkesat e tij edhe themi ambiciet e tij në atë kohë kanë qenë për me vazhdu tjetër kon. E si vjetë kemi arritë që me për un klub, është lojtar që ka kualitete vetë që kemi pa edhe në ndeshjet ndryshme, me pa është një sen që e bjen eksperiencë, edhe është goxha
që i kresh me thonë në lojë, varësisht prej situatat, se në basketball gjithçka është si read, react që thoj, dhe me lexu situatat edhe menoj kualiteti më i mirë i tij është pozitiviteti i tij që e bën në ekip në çdo stërvitje atë ndeshje. Padyshim nuk mund me lëshu pa të pyet për fitoren ndaj Go+5, në fitore tejet e ngushtë me 1 pikë dallim. Sa ke stres edhe sa e shijove në fund fitoren? Po, na shdan keni po nga mirë të hongërgishta. Ke kogja stres, më thonë që lodhja në ndikoj në fillim të lojës, me nis pak dot, po u kthym në lojë edhe po 1 minutë e gjysmë fundit kur e patëm një përsi për 6 pikësh. Më thonë që shumë nështë koncentrimi, nështë ata normal peja kanë kualitet. Pak më thonë që nuk na është bo e drejt një 2 vendime, me thonë që është dash me shku në anën tonë. Po, shtum, s'kishen e drejt me unë batlojë, me thonë, s'kishen e drejt me unë batlojë. Një super sfidë ju pret tash në kuadër të Kupës Kosovës, ndeshja kthimit kundër Trepçës. Sa do të jetë e vështirë? Është shumë e vështirë. Ata do të thonë me një armasues tonë që është dashur 102 pikë me i shënuna për me bosh për 3 pikë. Mitrovic, ata prej asaj ndeshje kanë fituar gjitha ndeshjet, lojën e të parën e kanë fituar për 26. Lojën mas Prishtinës kanë fituar për 36 kundër Pejës, edhe lojën e fundit kundër Vllaznimit e filluan shumë mirë, duhet ka qenë fillim 19 rezultati. Vllaznimi u afroi në fund, po Trepça tregoi eksperiencën e vet dhe kualitetin e vet. Tash nesër mendoj që ka me qenë shumë e zjarrt, për shkak se ka kualitet në dy ant për ekipeve. Edhe ta shohim nga pjesën e më thonë që vetë pjesën e parë kemi mbyllur me 3 pikë. Nesër është pjesa e dytë edhe shpresojmë që me të kalu Trepçën edhe me vazhdu në gjysmën finale. Me këto problemet me rrymën e drejtë, a i keni ndërmarrë të gjitha masat? A mundet me kriju të lashë nesër gjatë ndeshjes? Nuk e di diçka tjetër që s'm përket mu me folë, sot ka pas pak të lashe, edhe ka stërvitje na kanë ndërprer 3 herë, domethënë punojnë si këto menaxhmenti i palestrës, reagoj shumë shpejt edhe na vënë në agregatin. Edhe e fundit, nesër a kemi qenë ti në udhëheqjet të skuadrës apo do të jetë trajneri i ri? Unë do të jem bank, po besoj minutat e ardhshme e marrim vesh gjithë opinionin që kush të dalë. Okej. Falenderoj shumë për kohën, të uroj shumë sukses edhe të uroj që tipet më shumë mundësia të skuadra dhe ta tregosh vetëm më shumë se kaq. Faleminderit shumë për këto kohë që ndodhemi. Nëse më më dërgua edhe një mesazh. Po. Se këto ditë ka qenë shumë kjo tema trajner vendor të huaj. Na e dim që trajnerët huaj që vinë kualitet, janë trajnera me eksperiencë, po eksperjenca vjen të u don rast trajnerat. Po kjo normal politikat e klubeve të Kosovës janë tjetër, po në sen që ka qenë pak në këtë temë që u përmend Kogja, ka qenë që trajnerat vendorë nuk e kanë këto si punë parsore, po e kanë dytësore e i mojnë 2-3 puna. Unë e di që shumë trajnerë kanë fillu në për klube, edhe masane është dashur me gjetë një punë dytësore. Në mënyra që me arrit këto që me pas trajnerat full time në basketball është që thjesht paguni ma shumë, paguni e hakun që thojnë. Unë për vetë jam e fat që kemi një sponsor shumë shumë të mirë dhe korrekt, edhe për vetë jam i kënaqur, po unë për vetë nuk moj në familje, nuk është i varur kërkush. Po ka shumë trajnerë në Kosovë që mojnë familje, kanë fëmijë ose çka do, dhe rrogat që paguhen gjenerata të reja, se kryesisht trajnerë vendore janë gjenerata të reja ose si asistenta, nuk janë të mjaftueshme për që ata me mojtë familje ose me ju dediku vetëm sportit. Të falenderoj shumë për kohën, si duke tashmë e zyrtarizoj edhe Golden Eagle Ylli, trajnerin e ri
të skuadrës me sa e pash po nduket njoftimi që është Pako Olmos. Po, është trajner me shumë përvojë dhe normal klubi punon normal çdo klub punon për interesat e tifozëve të vet, dhe por me bo sa më mirë, do të thonë për tifoz që me mri një titull të radhës këtë vit. Klubi ka vendosur me vazhdu me trajnerin Olmos, që është trajner shumë i mirë. Faleminderit shumë drejt për kohën, atë uroj shumë sukses. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit.